Shqipëria ka marrë dritën njëshile për miratimin e raportit të vlerësimit të reformave, por në raport janë vënë në dukje njësër pikpyetjesh dhe pikash që prej kohësh janë bërë pjesë e debatit të fort politik. Në dokument, Bashkimi Evropian shpreh shqetësimin për përpjekjet e shtuara dhe shqetësuese kundrejt prokurorisë së posaçme. Gjithashtu, në raport përmendet dhe sistemi i patronazhistëve që shihet si problem në barazinë e zgjedhjeve, duke i dhënë kështu dhe të drejtë opozitës. Keqpërdorimi i burimeve të administratës në proceset zgjedhore shihet po ashtu më tej si problem. Duke kaluar në parlament, dokumenti kërkon respektim dhe zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe të standardeve të dhëna nga Komisioni i Venecias sa i përket heqjes së imunitetit kur kërkohet nga SPAK. Garantimi i autonomisë së pushtetit vendor vjen si pik kur parlamenti ka nisur diskutimin për reformën territoriale dhe më tej për mbrojtjen e të drejtave të pakicave kombëtare. Dokumenti do të votohet nesër nga ambasadorët e 27 vendeve të Bashkimit Evropian. E më tej do t'i hapet rrugë konferencës ndërqeveritare ku me Shqipërinë do të diskutohet mbyllja e kapitujve të parë. Është ky pra që Shqipëria ka marrë dritën njëshile me miratimin e raportit të vlerësimit të reformave. Një lajm i shumë pritur, ashtu si kurse është diskutuar edhe në seancat plenare, jo vetëm ditën e sotme, por edhe në seancat e mëparshme të Kuvendit, ku vetëm në një seancë të mëparshme të dyja palët, pra si mazhoranca dhe opozita, votuan pikërisht rezolutën për sa i përket procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe ja ku vjen edhe drita jeshile për miratimin e raportit të vlerësimit të reformave, por gjithsesi në raport janë vënë në dukje njësër pikash që prej kohësh janë bërë pjesë e debatit, ashtu si kurse e thamë në arenën politike në Shqipëri, ashtu si kurse jo vetëm në seancat plenare, por edhe më gjerë. Në dokument, Bashkimi Evropian shpreh shqetësimin për përpjekjet e shtuara dhe shqetësuese kundrejt prokurorisë së posaçme, gjithashtu në raport përmendet edhe sistemi i patronazhistëve që shihet si problem në barazinë e zgjedhjeve, duke i dhënë kështu edhe një farë të drejtë opozitës me reagimet e saj dhe me denoncimet e bëra që prej kohësh. Keqpërdorimi i burimeve të administratës në proceset zgjedhore shihet po ashtu si një problem në raportin e miratuar pikërisht ditën e sotme. Një raport i cili në fakt pritet që ky dokument të votohet nesër nga ambasadorët e 27 vendeve të Bashkimit Evropian, e më tej do të japet rrugë konferencës ndërqeveritare ku me Shqipërinë do të diskutohet pikërisht mbyllja e kapitujve të parë.